onoruar me prezencën tuaj. Shumë faleminderit. Përpara se të fillojmë, do doja t'ju ftoja të nderonim himnin ton kombëtar. Përshëndetje edhe një herë të gjithëve, unë jam Edona Hakla dhe jam shumë krenare që sot ndodhem përpara jush në këtë takim të ngrohtë që me prezencën tuaj na tregoni edhe një herë bindjen tonë që Shqipëria bëhet. Faleminderit. Sot që flasim përpara jush në këtë takim, jemi krenar të themi që jemi partia e tretë kombëtare që në zgjedhjet e kaluara morëm 80.000 vota, nga të cilat 64.000 vota të vlefshme. Pa tjetër që rrugtimi ynë politik dhe ardhja deri në këtë pikë dhe ky takim me ju sot nuk do ishte e mundur pa mbështetjen e atyre qytetarëve idealist, pa votën e atyre qytetarëve që kanë besuar tek një brez i ri politikanësh, pa besimin e atyre që besojnë që Shqipëria bëhet dhe kanë vendosur për të ndihmuar, për të mbështetur dhe për t'i dhënë mundësinë një klase të re politike. Ndoshta disa për jush janë në dijeni e mbase të gjithë jeni në dijeni që prej më shumë se 80 ditësh ne protestojmë përpara sheshit të kryeministrisë. Protestojmë ditë dhe natë aty me një qëllim të vetëm. Për të treguar se në Shqipëri ka edhe qytetarë dhe brez politikanësh të cilët kanë vendosur të zhvishen edhe nga lëkura e politikanit dhe si qytetarë të lirë të kërkojnë të drejtën që ju takojnë, të kërkojnë të largohen të korruptuarit dhe të kërkojnë që qytetarët më në fund të kenë të drejtën për të marrë llogaridhënien nga pushteti. Sot, me këtë prezencë që keni treguar përpara nesh, Sot, me këtë prezencë që keni treguar përpara nesh, na tregoni edhe një herë se ajo çfarë kemi bërë, ky rrugtim, mbështetja juaj, por edhe bashkimi ynë me ju është një forcë e madhe për t'ja dalë deri në fund. Por patjetër që kjo nuk është vetëm merita jon, dhe unë sot dua të falenderoj patjetër me gjithë zemër Eklant Hushën dhe Albert Shkallën, drejtuesit e Degës së Saukut dhe Farkës, që sot kanë mundësuar që degët tona të rrisin prezencën e tyre dhe patjetër të jenë një shtyllë e madhe e zhvillimit të lëvizjes Shqipëria bëhet. Faleminderit. Kam kënaqësi që ja fjalën të parit Eklant Hushës. Në radhë parë do të nisë një përshëndetje për gjithë ju që gjetët kohën sonde, edhe pse është muaj i shehtë i Ramazanit. Faleminderit nga zemra dhe përpara jush për ulëm, për mbështetjen që po jepni. Edhe në fakt do ta nis pak ndryshe. Do heq pak skepticizmin dhe hamendësimin, se çdo kush ka ju mund t'i lindi pyetja se si jam njohur me Adriatikun. Shne që po e mbështes, po e përkra dhe po e përfaqësoj. Në fakt, unë e kam nisë në bulevard, njohem me Adriatikun, në protestën që kishte thirrur në të emër të ndjerit Egli Prodot Progradecit, një prind që humbi jetën tragjikisht, edhe mendova që edhe unë, si i baba, të dalë aty dhe të protestoj. Aty ka qenë shkëndija jonë e parë, e kam dhënë vazhdimisht dhe aty besova që realisht ka shpresë. Edhe unë sonde këtu po shoh
mes jush që këtu ka shpresë. Edhe herë du t'i flalori nga zemra. Ambicet e mia janë qarta tashmë, unë i kam mirë menduar, pse jo ne mos ta përfaqësojmë vetë pjesën tonë, këtu ku jetojmë s'kamo nga këto që vinë edhe na premtojnë fjalime boshe, do bëjmë deri në sot, s'kemi pa më që me sy. Pra deri diku ato na vranë shpresën. Realisht me ju, unë do ta kthej shpresën. Ju e dini fare mirë të gjithë këtu, që unë ja kam dalë vetë, nuk kam nevojë as për asnjë gjë, por kam nevojë që nesër fëmijët mi t'ju sigurorit të ardhmen e sigurt. Mos vujnë më po këto gabime që ne kemi pas, edhe unë do ta gjoja, do ta shikoja veten pa falshëm, nëse unë do të rashikoja edhe fëmijëve të mi këtë problem pra. Se këtu është vrarë çdo gjë, pra, jemi 1100 probleme që po na ndodhin, edhe unë prandaj e kam marrë këtë nisëm që të jem sot këtu para jush, edhe të përfaqësoj të gjithë ju. Duke falendëruar nga zemra, se realisht është emocion shumë i fortë që jem për gjithë përpara jush, tani do ftoj Adriatikun, edhe modestisht ta presim me duar trokithe të fortë. Ky vajti direkt e Adriatiku. Kemi Bertin, Albert Shkava është Alberti është drejtuesi jon i Farkës, ndërkohë sigurisht që Eklandi është drejtuesi i Saukut dhe jam i bindur që ju do i mbështesni fuqimisht djemt për të shkëlqyer dhe për të korrur një rezultat spektakolar në zgjedhjet e ardhshme. Atëherë përshëndetje të gjithëve, në radhë parë do të falenderoj secilin për ju që mori pjesë në këtë takim. Shqipëria para 3 vitesh unë u takova me një grup djemësh dhe vajza që besonin tek një kauzë, Shqipëria bëhet. Shqipëria bëhet nuk është vetëm një parti, po është një familje e madhe. Dikur ne ishim një familje e vogël, por tani po bëhemi akoma më e madhe. Dhe vajti djali këtu që atë që thotë e bën, besoj se Shqipëria do arrijë shumë lart dhe më lart. Përshëndetje të gjithëve, shoh që gjithë rinia e pjesës jugore të Tiranës që ka mbledhur në këtë sallë, ju falenderoj nga zemra, i duar trokitje për të gjithë ju. Por ata bashk qytetarë që janë të besimit musliman, Ramazan të pranuar. Por ata që janë të besimit katolik apo ortodoks, kreshën të pranuar. Miq, jo shumë kohë më parë, ka qenë data 30 shtator e vitit 2024, kur ne një lëvizje qytetare e kthyem një parti politike, shumë më thanë Adriatik, ti e kishe rrugën tënde të sigurt drejt politikës duke u bashkuar me një nga partitë e mëdha, sepse emrin e kishe, aktivizmin e kishe bërë, për çfarë bën gjithë të sfidë, nuk doja dalësh dot. Sot që i bie jo 2 vite të plota, po 1 vit e gjysmë pas asaj date, unë shoh që kjo ka qenë rruga e dur për shumë arsye. Së pari, sepse po i japim Shqipërisë një rrugëtim të ri. Ishim në fillim vetëm 25 djemë dhe vajza. Dita ditës po shtohemi, dita ditës po gjejmë djemë si Eklanti, djemë si Alberti, dhe dita ditës po shtohet familja jone madhe politike, sepse një familje politike është tërësia e antarëve të cilët t'i afron. Dhe dëshmia që jeni ju sot këtu është provë se ne po shkojmë eksaktësisht te djemt dhe vajzat e dur, te njerëzit që kanë besim në komunitet, dhe këtë po e bëjmë në SAU, po e bëjmë në FARK, po e bëjmë në gjithë Shqipërinë dhe në diasporë. Për të kuptuar se cila është metodologjia e punës tonë dhe pse ne jemi të bindur që një ditë jo shumë të largët do të jemi forca e parë politike në vend, mjafton të shikoni se si ne përfaqësohemi në komunitet. Ne shkojmë në komunitet
evidentojmë djemt apo vajzat që janë më të respektuarit, që kanë marrëdhënie më të mira me qytetarët dhe që përfaqësojnë njohuritë më të mira për komunitetin që nesër të mund t'i përkthejnë në politika për ta ndryshuar komunitetin, duke ndikuar në bërjen e ligjeve, duke ndikuar në vendimarrje apo duke qenë drejt për drejt vendimarrës. Ndaj unë sot këtu ju kërkoj ju ti mbështesni fuqishëm këta djem në këtë rrugë që ka nisur. Në fakt, betejë që ne po bëjmë është një betejë parimesh. Ne jemi një ekip që kur në dialogun ton politik, në publik apo jashtë publikut, nuk e vëmë theksin te gjëja e vogël personale, por e vëmë theksin te reformimi total i shoqërisë, te ndryshimi i mendësisë dhe sjellja e një klase politike që të marrë vendime në të interes të gjithëve ju. Ne kemi 80 ditë që po protestojmë në shesh përballë qeverisë më të korruptuar të Europës. Dikush do thot, kushdo që të shkojë aty do të vidhte. Unë ju them që kjo nuk është e vërtetë. Unë ju them që Shqipëria ka rënë në duart e gabuara. Unë ju them që shteti është si familja, si ajo familja ku një nën dhe i baba i mirë prodhojnë fëmijë të shëndetshëm, prodhojnë familje të shëndetshme, prodhojnë ekonomi të mirë, respektojnë miqt, respektojnë shokët, respektojnë komunitetin dhe i shërbejnë adheut dhe kauzës kombëtare. Edhe puna e shtetit është njësoj. Kur kryeministri i vendit është i ndershëm, është e pamundur që ministrat jenë të korruptuar. Kur ministrat janë të ndershëm, është e pamundur që drejtorët jenë të korruptuar. E kur qeveria është e ndershme, është e pamundur që korrupsioni ta bluaj dhe ta vrasë një kombë, ta largojë rinin. Ndaj ne jemi në këtë rrugë për ta transformuar totalisht këtë koncept dhe për të sjellë në qeverisje djem dhe vajza, burra dhe gra të ndershme, të cilët ta transformojnë dhe ta ndryshojnë adheun tonë përbashkët dhe ta bëjnë Shqipërinë një vend të begat për ju dhe fëmijët tuaj. Shoh që ka shumë rini këtu dhe më gëzon, vëllezër, motra, a dhe dashuria nuk është thjesht stadiumi ku ne shkojmë ku luan kombëtarja, ku ne marrim flamurin dhe bërtasim. Nuk është thjesht momenti kur dikush nga një etni tjetër në Ballkan na djeg apo na përçutnon flamurin ton, apo na rre një vlla, një motër në treva të tjera. Atë dhe dashuria nuk është thjesht që kur kalojmë kufirin, flasim me zë të lartë shqip që dikush na dëgjojë, tregojmë që jemi të këtij vendi. Jo, atë dhe dashuria është të punosh për ditë për ta forcuar vendin tënd, të punosh për ditë për të ndërtuar shkolla të mira, për të ndërtuar pensione të mira për prindrit tanë, për të ndërtuar një ushtri të fuqishme që në çdo situatë i dal zot vendit, për të ndërtuar një adhe të begat që secili të gjej veten dhe të shikojë të ardhmen. Dhe kjo bëhet me punë, kjo bëhet me nder, kjo bëhet me djem që e din çdo të thot sakrifica. Kjo bëhet me djem, me vajza që nuk i kanë marrë gjërat në jetë qyl. Kjo bëhet me njerëz që nuk janë arritur lart në jetë, pra nuk kanë shkuar lart se kanë qenë djali i filanit apo vajza e filanes, se e kanë marrë qyl si pasojë e trashëgimisë politike të familjes, por bëhet me djem dhe vajza që e din çdo të thotë ti jesh i varfër, që e din çdo të thosh të ngadhnjesh mbi varfërinë, që e din çdo të thotë të ngrihesh mbi varfërinë, të ndërtosh mbi varfërinë, të begatosh mbi varfërinë dhe të shkëlqesh mbi varfërinë duke ja dalë. Dikush nga ju mund mendoj, po vjedhin ata, po kushdo që të vej do vjedh. Mund mendoj, po s'kemi gjë në dorë për ta ndryshuar. Jo, secili nga ju e ka në dorë ndryshimin. Sepse nëse secili bën pjesën e vet dhe flet me vllajën e vet, me motrën e vet, me nusen e vet, me fëmijën e vet, me shokun e vet, me krushqinë e vet, me ata që bën biznes, dhe dita ditës ne fillojmë dhe flasim për të mirën, flasim për adheun, flasim për ndryshimin. Dita ditës gjëja do fillojë dhe do fitoj terren. Dita ditës e mira do fitoj terren. Dita ditës ndryshimi do të vi. Dhe nuk mjafton t'ja keni dalë në shtëpitë tuaja. Ju mund i keni shtëpitë tuaja të shkëlqyera, mund të keni pllaka të mira, mund të keni televizor të mirë, mund të keni makinë të mirë. Por ka disa gjëra që nuk arrin vetëm. Ka disa gjëra që o i arrin të gjithë bashkë o nuk arrin kurrë nga asnjë.
Asnjë nga ju në këtë sallë nuk mund ndërtoj një spital i vetëm. Apo e kam gabim? Asnjë nga ju nuk mund ndërtoj një shkollë personale për fëmijën e tij. Asnjë nga ju, sa do i suksesshëm të jetë, nuk mund ndërtoj rrugë të mira. Asnjë nga ju nuk mund ndërtoj gjykata personale që të bëjnë drejtësi për të. Asnjë nga ju nuk mund të ndërtoj standarde të meritokracisë, të garës, që kur ta takon ta marrësh, kur nuk ta takon të mos e marrësh. E pra janë disa gjëra që ne jemi të dënuar të bëhemi bashkë për t'i realizuar. Ne jemi të dënuar të bashkohemi për të ndërtuar nesër shkolla të mira. Jemi të dënuar të bashkohemi për të ndërtuar rrugë të mira. Jemi të dënuar të bashkohemi për të ndërtuar spitale të mira e për të arritur pensione për prindrit tanë të mira dhe për të afërmit tanë të mira. Ndaj është i nevojshëm organizimi, bashkimi së mirës për t'ia dalë për të ndërtuar ato që të vetëm nuk mund t'i ndërtojnë. Dua të flas pak dhe për dashurinë. Secili nga ju ka një rreth njerëzish që i doni jetë. Dikush do shumë nënën, dikush do dhe babain, dikush i do të dy njësoj, dikush do njërin çik më shumë, njërin çik më pak. Sigurisht që të dy i doni. Dikush tjetër do një shok, dikush do një shok tjetër, dikush do një vajzë, dikush do një djalë. Dhurata më e mirë që secili mund t'i bëjë atij që do në një republikë është të punoj që ai vend të jetë më i mirë për të. Që ai vend të jetë më i realizuar për të. Dhe në fund fare të gjithë ne duam pa limite ata që janë e ardhmja, fëmijët tanë. Ka dhuratë më të bukur për fëmijët tanë se sa t'u lëm nesër një Shqipëri ndryshe. Një Shqipëri ku korrupsioni nuk është çelësi për të ecur përpara. Një Shqipëri ku mundësia vjen si pasojë e faktit që të takon dhe jo si pasojë e faktit që je djali apo vajza e filanes apo e filanit. Dhe ajo që ne duhet të bëjmë është të organizohemi për të mos e lënë të fëmijët tanë Shqipërinë siç është sot. Prindrit tanë kanë bërë shumë të mira, kanë sakrifikuar, por na ka lënë diçka gabim. Na kanë lënë një Shqipëri me hallë shumë. Na kanë lënë një Shqipëri pa rrugë, pa spitale, një Shqipëri ku duhet miku për çdo gjë, paraja për çdo gjë. Një Shqipëri që unë jam i bindur që asnjë nga ju nuk do ta lërë për fëmijët e tij. Sepse fëmijët tuaj nesër nuk do të jenë gatshëm më të rinë në këtë vend. Ju vetë nuk do pranoni t'i mbani në këtë vend nëse ky vend do të vazhdojë të jetë kështu siç është sot. Sepse brezi i fundit që mund ta bëj këtë vend jemi ne. Sepse jemi brezi që jemi rritur ende me gjyshrit tanë, me traditat e vjetra, me zakonet e vjetra. Paramendoni sikur gjithë në këtë sallë ne brezi i ri nesër, pas 20 vjetësh, ta kemi Shqipërinë po njësoj siç është sot. Do bëjmë çdo gjë që fëmijët e këtij vendi të mos jenë këtu. Dhe në fakt ka arritur dhe sot ajo pikë. Dikur të uronin se lindte fëmia, sot të uronin se fëmijë si doli një burs jashtë dhe iku nga Shqipëria. A është kështu apo jo? Dhe këtë duhet ta ndryshojmë, që të mos detyrohemi më të ikim, po ta ndërtojmë të ardhmen këtu në vendin tonë. E di që u kanë zhgënjyer shumë. E di që her pas here na kanë gënjyer të gjithëve bashkë. Ama ka ende shpresë. Dhe unë jam shumë krenar sot para jush, sepse vi si njeriu që përfaqësoj ekipin, që jo shumë muaj më parë guxoi dhe refuzoi pushtet. Guxoi dhe i tha Edi Ramës dhe të vetëve, ne nuk do të ndajmë pushtet me ty, ne nuk shitemi te ty, ne nuk pranojmë të qeverisim me ty, sepse ju jeni të korruptuar, ne jemi ardhmja, do ta ndryshojmë. Dhe nuk është e lehtë. Ktheheni të gjithë nga vetja, nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë në një vend ku për shkak të mungesës së rregullave të gjithë vrapojnë për të kapur ndonjë gjë. Ku të gjithë mundohet që në paligjshmëri të bëjnë ndonjë gjë. Dikush një legalizim, dikush të marrë një licencë, dikush një leje, dikush një vend pune, duke gjetë një mik, një shok, duke paguar para apo duke marrë diçka që edhe nuk na takon. Është e vështirë të guxosh dhe t'i thuash pushtetit jo, por duhet kesh ideale të forta. Ky ekip i ka ndaj në fushën e betejës është tashmë një ekip që është i gatshëm për të luftuar për të drejtën, për ndryshimin, për Shqipërinë moderne. Unë e di që një pjesë e madhe juaja në këto zgjedhje nuk na ka votuar ne. Në jetë kam shumë dëshirë të mos e gënjej veten. Po nga ana tjetër sot jam i lumtur, sepse si pasojë e punës tonë të përditshme,
duke gjetur ne njerëzit e dur, duke u zgjeruar në drejtimin e dur, sot un kam kënaqësinë, po dhe nderin, që të vi dhe ju të më dëgjoni në fjalën që po them. Dhe bashkë të fillojmë të kemi një komunikim, dhe të fillojmë e të kemi një marrëdhënie, dhe të fillojmë e të shtohemi e kështu gradualisht duke u shtuar në çdo territor të Tiranës dhe Shqipërisë, të krijojmë një forcë politike që do të sjellë absolutisht ndryshimin. Ky sot është një hap i mirë në zonin e Saukut dhe Farkës dhe jam i bindur që do të shtohet shumë më shumë. Faleminderit nga zemra. Ne në datën 1 mars kemi thirrë protestën e 5 përballë kryeministrisë. Përse është e nevojshme që ju të gjithë të jeni madje të merrni dhe të tjerë? E kam shumë seriozisht. E kam seriozisht për të gjithë, edhe atë që punon mekanik, edhe atë që është biznesmen këtu, edhe atë që është doktor, është mësues, edhe atë që është inxhinier, arkitekt apo pensionist, apo shtëpiake zonjë, se rrit fëmijët, për të gjithë, sepse nëse ne nuk dalim kur shohim problemin për shoqërinë, problemi do të vijë te ne në një mënyrë ose në një tjetër një ditë të caktuar. Skrepat e pushtetit do të vinë dhe do të shkatrojnë shtëpitë tona një ditë kur ne nuk e presim. Padrejtësia e korrupsionit do të vijë te ne siç po shkon çdo ditë ku ju shikoni në një lagje apo fshat të Shqipërisë. Edhe ata banorët e fshatrave që ju shikojnë që sot u marrin pronën apo i rrajnë, dikur kanë bërë se hir dhe kanë parë se si në një fshat apo qytet tjetër i rrinin apo u merrin pronën. Apo nuk është kështu. Edhe sot ata banor që përballen me padrejtësinë, dikur kanë thënë që ne nuk kemi probleme, problemin e ka ai qyteti tjetër dhe ai qyteti tjetër halli i Gjezurit ta heq. E kështu shoqëria jon, duke ndjekur parimin kujt i bie halli le ta heq, është për çfarë e ka ndënjur në vend dhe ka ndodhur që pushteti përmes rruspave të veta herë të trokas në një fshat në veri, herë në një fshat në jug, herë në një fshat në Shqipërinë e Mesme, herë te një familje në një qytet, herë te një familje në një qytet tjetër, e kështu të gjithë këto komunitete apo këta njerëz, kur ka vajtur padrejtësia te dera atyre dhe ka trokitur, është gjendur i vetëm, i pa organizuar, i pa mbrojtur, sepse të gjithë kanë bërë se hir kur ka qenë koha për të reaguar, kur të tjerëve është bërë padrejtësi. Ndaj sot që ju shikoni padrejtësi në çdo cep të Shqipërisë, duhet bashkoheni kundër padrejtësisë, që padrejtësia të mos vinë familjet tuaja një ditë. Dhe ky nuk është thjesht tregim që unë e them para jush. Kjo është e vërteta dhe këtë ua them si avokat, si njeri që shumë i kam parë të qeshin kur halli ka trokitur te dera e tjetrit, por të njëjtët njerëz i kam parë me kokër të lotit të më vinë në trokasin në derë e të më kërkojnë ndihmë kur i njëjti hall i ka goditur te shtëpia e vet. Kjo më ka ndodhur, po e tregoj një rast, jo shumë kohë më parë, me fermerët e urës vajgurore, që mbjellin speca, sallator, domate e të tilla perime, dhe për shkak të luftës tregtare, antireklamës që u bëj, jo pesticidet, jo ato, po këto, u ngelën pashitur prodhimet e tyre në verë, dhe një fermer nga Konispoli, miki imi, që më shkruan dhe më thosh Adriatik pse i mbron, se ata përdorin pesticide. Dhe unë, që isha i bindur që ajo do t'i ndodhte dhe atyre fermerve të manderinës pak kohë më vonë, i thash, prit dhe pak muaj se do t'a shikosh si do të t'a bëjnë dhe ty. Nuk kaluan shumë se 4 muaj dhe ja bën fermerve të Xarrës 30 miliard lek dëm. 30 miliard lek dëm. Dhe kjo është ajo që duhet luftojmë. Sot Shqipëria po vitet hapur dhe ka nevojë që ne të dalim përtej ndarjes klasike të tifozërisë. Ky është komunist, ky është baoist, unë jam socialist, ky është demokrat, nuk është e vërtet. Në Shqipëri nuk ka socialist dhe demokrat. Është gënjeshtër e madhe që u bëhet ju. Në Shqipëri nuk ka të majtë të djathtë. Është gënjeshtër e madhe që i bëhet këtij populli. Në Shqipëri ka vetëm 2 palë. Janë ata sipër që e kanë marrë peng pushtetin dhe e mbajnë mes njëri tjetrit, dhe jemi ne poshtë që na mbajnë të shtypur dhe na vjedhin. Janë ata sipër. Janë ata sipër që edhe kur bëjnë si kur zien, i japin leje ndërtimi njëri tjetrit, apo janë në biznes me njëri tjetrin, dhe jemi ne poshtë
që na shtypin e na vjedhin pronat sa herë duhen pronat për leje ndërtimi atyre. Janë ata sipër që sa herë sëmuren ata apo njerëzit e tyre i çojnë në spitale private apo i nxjerrin jashtë shtetit, madje akordojnë dhe fondet shtetit shqiptar, dhe sa herë sëmuren fëmijët e këtij vendi, fëmijët tuaj sorroaten lart e poshtë dhe nuk gjejnë derman sepse ata lart kanë vendosur të na vjedhin. Janë ata sipër, fëmijët e të cilëve shkojnë në shkolla e shtetit me bursat që financohen me lekët tuaja, dhe jemi ne poshtë fëmijët e këtij vendi që ikim në emigrim ende me gomone dhe e lëm këtë vend. Janë ata sipër që çuditërisht prindrit e tyre dalin miliarder, e udhërojnë prona, e jetojnë në villa të mëdha, dhe jemi ne poshtë prindrit tanë që kanë ngel padëm në gojë si pasojë e korrupsionit në këtë vend. Ndaj, mos u ngatroni më, nuk ka të majtë të djathtë, nuk ka socialist dhe demokrat, ka dy palë të korruptuarit që na vjedhin dhe popull i ndershëm që do të çlirohet nga zhargonjt e korrupsionit. Dhe mos kujtoni që është e lehtë. Unë si Adriatik e kam pas shumë të lehtë të bëhesha me ata. Më janë lutur dhe më luten dhe i sfidoj dhe këtu, me emra konkret, por nuk kam pranuar, sepse kam një ëndër. Ëndra ime është që t'jetoj në një vend me dinjitet, vendin për të cilin të partë e mira ndëshmor dhe gjyshrit e mi luftuan maleve. Nuk është e lehtë, miq, dhe po ua shpjegoj pse, e nuk po zgjate më, po e mbyll. Nuk është e lehtë, sepse ju e ndjenin për ditëshmërinë tuaj, të takon toka bujqësore me 7501 dhe nuk ngrët dot dorën për ta marrë, nuk ngrët dot zërin për ta marrë, se të kërcënojnë, të takon të legalizosh një objekt dhe po ngrit e zërin të kërcënojnë apo të rrisin tarifën 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 euro. Nuk ngrët dot zërin për të drejtën që të takon se të vinë te biznesi me kuqe me maç për të vënë gjoba, apo e kam gabim. Paramendoni një çast sa e vështirë është ti vësh gjoksin kësaj betejë të përballësh me të gjithë qenërinë e tyre, qenërinë e medias që ata e paguajnë me lekë të vjedhura, gazetarë që kanë vila në Bregdet, që kanë makina tipi fundit, që jetojnë më shumë në avion se sa në tokë dhe mbahen me lekët tuaja të vjedhura e në darkë bëjnë analistin duke shplar trurin e këtij vendi. Dhe nuk është e lehtë, sepse ata që unë godas për kontrabandën dhe them kanë bërë 500 milion euro kontrabandë nafte, nuk e kanë fare të vështirë që t'i japin 20.000 euro një gazetari në thonjza nga këta analistët e gjobaxhit dhe të hedh balt për Adriatikun nga mëngjesi deri në darkë dhe ju të shikoni, balt edhe ky që ka i zi si këta, mes derrave po mbajnë këta derrat që kemi, se këta të paktën kanë pushtet e na zgjidhin ndonjë punë. Nuk është e lehtë sepse duke i rënë krimit organizuar, përballësh me zgjatimet e tyre, të cilët të kërcënojnë shokët, miqt, vëllezërit, të afërmit, prindrit, duke i shantazhuar nga mëngjesi deri në darkë. Ndaj mua dhe këtyre djemve na duhet mbështetja juaj për të përballur me këtë sistem bandash. Dhe mos e harroni, në një vend nuk është e lehtë të prodhohen çdo ditë djem dhe vajza luftëtar, njerëz që guxojnë të përballen, njerëz që ja kushtojnë dhe e sakrifikojnë veten për kauzat që besojnë. Është shumë e rëndësishme që kur dalin të mos lihen vetëm, që kur dalin të mbështeten fort, sepse janë e vetmja mënyrë për të shkëputur nga padrejtësia. Janë e vetmja mënyrë për të zgjidhur problemin e pronës, ilaçeve me radhë, se siç e keni parë, prona për ish pronarët, u thonë ish, i bëjnë ish, nuk ka. S'ka prona për pronarët që kanë qenë dikur, kanë 35 vite i zvarrisin gjyqeve. Ndërkohë prona për shokët e vetë që ndërtojnë resorte me pesyje, madje ka me 1 euro. Dhe kanë bërë një ligj që quhet paketa e maleve, që nëse ky djali këtu e ka tokën e gjyshit gjithë malin, ky ka 35 vite dhe nuk e merr dot, ndërkohë vjen ky tjetri këtu vetëm se është i afërm i qeverisë, pra i oligarkisë së tyre, dhe e merr me paketën e maleve me 1 euro. Dhe kjo është ajo që duhet të shëmim, sepse po e vjedhin gjithçka. Dhe mos e quani çudi që këtë zonën tuaj këtu, se unë për drejt dhe më dalin kur i them uroj që mos të ndodh,
që është një nga zonat më të bukura të Tiranës, t'ia vënë syrin dhe përmes një ligji të posaçëm ato shtëpitë private ti marrin të gjitha dhe aty të ndërtojnë serinë e re të kuave dhe lagjeve rezidenciale të tyre. Mos e quani çudi. Ndaj është shumë e rëndësishme ta ndalim këtë marrëzi që po ndodhen në Shqipëri. Faleminderit shumë. Uroj që në datën 1 mars në orën 12 të vini aty përballë kryeministrisë, masivisht me të afërmit tuaj, jo për Adriatikun. Unë protestën time edhe këta po e bëjmë aq sa mundem, për vete, sepse nëse këta nuk rrëzohen tashmë që po bëjnë gjithë këtë baltëzim, se s'dua t'i vë emër tjetër, dhe tallje publike që pasi na vjedhin edhe na rrajnë, edhe na tallin, para mendoni se sa të pamëshirshëm do bëhet nëse e kalojnë dhe këta hall. Ju falenderoj nga zemra, jam i hapur për pyetje. Faleminderit nga zemra.